Landfildi i Sherishës tashmë në periudhë testimi. Do të jetë një periudhë 3 mujore, ndërsa Bashkia e Vlorës ka nisur tashmë dhe depozitimin e mbetjeve urbane në këtë landfild. Konfirmimi vjen edhe nga Bashkia e Vlorës, e cila ka bërë me dije se gjithçka është në kuadër të testimit 3 mujor, siç e kërkon edhe procedura ligjore, por edhe procedura për funksionimin normal të landfildit. Duket se ky është edhe një lajm i mirë, pasi ka të bëjë me largimin e mbetjeve urbane nga vendi aktual ku edhe ndodhet në periferinë të qytetit të Vlorës për të nisur depozitimin e tyre vetëm në landfildin e Sherishës. Landfildi i Sherishës në periudhë testimi. Tashmë ka nisur dhe depozitimi i mbetjeve urbane në këtë landfild, ndërsa periudha e testimit do të jetë 3 mujore. Lajmi konfirmohet dhe nga Bashkia e Vlorës, ndërsa gjatë kësaj periudhe mbetjet urbane do të vijojnë të depozitohen në këtë landfild. Testimi 3 mujor do të përcaktojë shumë për vendosjen përfundimtare në punë të tij, por aktualisht lajmi pozitiv lidhet me faktin se më në fund mbetjet urbane po depozitohen tashmë në landfild dhe jo në vendin e grumbullimit. Nga Bashkia e Vlorës konfirmohet se periudha 3 mujore e testimit të landfildit është më se nevojshme, ndërsa besohet se dhe pas kësaj kohe të përcaktuar mbetjet do të vijojnë më pas të depozitohen vetëm në landfild. Po kështu pritet që në një afat tjetër në këtë vend të depozitohen më pas edhe mbetjet nga zonat e Orikumit si dhe Selenicës.